Si u krye vrasja? Vrasja pa bezë e fshetet që Qistopullit është shoqëruar me rregullin se edhe krimi më i përsosur lë gjurmë. Edhe pse menduan që i fshin gjurmët bashkë me varrosin e kufomave, asnjë nga 15 vrasit nuk e dinte se prapa shkurreve një person i ndodhur aty krejt rastësisht e kishte parë të gjithë ngjarjen. Quhej Mahmud Golemi dhe rrëfimi i tij 6 muaj pas vrasjes është me të vërtetë një dëshmi unikale. Ja çfarë ka thënë Mahmud Golemi. Natën e të premtes, duke kthirë shtuna, natë Ramazani, para se del drita, dola me ngarkuar san prej livadit në fresk, kur prej largu pashtu e ardhur dy njerëz të përcjellur prej 15 ushtarës, të cilët kur më panë më udhëruan të largohem, dhe unë u fsheha mbrapa qerrës. Kur erdhën drejt në një vend, aty u ndalën dhe ushtarët morën pozicion me qit 2 persona në fjalë. Ai që ishte vesh me petka bojhini, që ja kisha dhënë unë, pse kishte mbet pa xhaket, muçaqulli, bërtiti në mënyrë alarmante e një burr i gjatë dhe i plot i bërtiti shokut të i thënë: "Mos u tremb se patriotët kështu e kanë." Ushtarë qitën ai me petka bojhini radekur, kurse tjetri tu e sha me një zë luani që Qistopulli e me një shpejtësi trofeshme, mësyn ushtarë dhe u lan kokë të qesin të 2 herë, hyn mes tyre dhe u erdh fytas me ta për me marrë ndonjë push prej tyre. Kjo luftë vazhdoi afro 1 minutë, pra 1 minutë është përleshur që Qistopulli i lidhur me hekura dhe ata qellonin edhe me pluma dhe me bajoneta. Në atë përleshje, mbasi gjetën rast, i ran për herë të dytë dhe e vran. Krimi i organizuar, pra kjo ishte dëshmia edhe një herë e Mahmud Golemit, një dëshmitar krejt rastisht i fshehur mbrapa ferrave, mbrapa gëmushave aty, sepse kishte nxjerr baktin për të kullotur në atë mëngjes të hershëm, ka qenë ora 4 e mëngjesit. Ky krim që shumë i organizuar krye me sa duhej vetëm fshehja e gjurmëve. Këtë veprim ushtarët e bën me shpejtësi dhe fshehtësi. Të paktën sipas tyre hapën 2 gropa dhe hodhën brenda të 2 viktimat. I hodhën shkurrë përsipër dhe i njëjti dëshmitar okular tregon. Të nesërmen shkova në vendin e ngjarjes kur i pash se ishin mbuluar krejt cekët e me ferra. Si musliman që ishin, përse vapi mbulova më thellë. Në kontrollimin e gropës gjetën shumë shenja që përkisin muçaqullit, pasi trupin e qerqizit që ishte mbuluar më thellë nuk e prekëm. Pra, Mahmud Golemi, përveç se ka treguar vendin ku ishin vrarë 2 heronjt, 2 dëshmorët e shtetit shqiptar, ai ka bërë dhe një akt edhe të guximi madje, po jo thjesht respekt, duke hapur gropat pak më thellë dhe duke i varrosur ata në kushtet të cilët ai ndodhej. Kush kishte dorë në këtë vrasje, në këtë krim makabër? Vrasja e Qistopullit i shpërfaq edhe një herë aleancat slavo-greke kundër shqiptarëve. Sipas të dhënave, dëshmive dhe raporteve të kohës, rezulton se malazezët e vranë Qistopullit për llogari të grekëve. E theksoj këtë, malazezët e vranë Qistopullin për llogari të grekëve. Ishte një akmarrje për faktin se Qistopulli kishte vrarë peshkopin grek, sikur të përgjigje ndaj vrasjes së Spiro Kosturit në Selanik në vitin 1907. Kishte kohë që qarqet greke e kërkonin me qiri komitin shqiptar, i cili u vran përmjet një intrige. Por cilët ishin grekët që porositën vrasjen te malazezët? 3 janë personat e implikuar në vrasjen e Qistopullit. Ata janë Alush Loja, Spiro Toshli, Mihalaki Kambuluri, të cilët kishin si qendër konsullatën greke në Shkodër. Në Shkodër kishte një konsullat greke. Toshli ishte një tregtar në këtë zonë që mendohej se ka vënë në dispozicion parat për vrasjen. Dëshmia e parë që vërteton këtë është ajo e Kol Biankut, sekretar i kadastrit në Shkodër. Në një shkrim në numrin 18 të datës 19 qershor 1919 në gazetën Kuvendi, ai shkroi: "Tash tu e mos mujtu me ndurum prej varrës rënd të zemrës time, po i lajmëroj vllazëve që në vitin 1915 Mihalaki Kumbuluri me dredhimet veta bani fli, mbyti 2 matndeshmit adhetar, shpirtndritshmit Mustafa Qulli dhe Qistopulli që sot Shqipëria i vajton." Kjo është dëshmia e Kol Biankut, sekretar i kadastrit në Shkodër. Kjo dëshmi e tronditi shumë rënd, e tronditi opinionin publik. Në numrin e datës 16 korrik, në gazetën Kuvendi, Mihalaki Kambuluri ju përgjigj Biankut duke i cilësuar shpifjat e që shkruan, por shfaqësimi lë me gojë hapur teksa ai implikon Fezi Alizotin. Fezi Bej Alizoti i njeh fort mirë shkaktarët e një mendshëm të asaj vrasje, sikur ai vetë shumë herësh më pati diftuar këtu në Shkodër kur shifeshin ditë për ditë e rinin bashk. Sa herësh e vërtetë është që Alizoti të ketë pasur dieni, kjo nuk është vërtetuar, që të jemi të sakt, por pas kaq vitesh një dëshmi e shkruar vlen sa 1000 prova. Ndërkohë, ndryshonte arsye dhe rrethana për eliminimin e gazetarit Mustafa Qulli.
Të dhëna tregojnë se ai u vras si austrofil. Tani këtu do kemi një histori tjetër. Dhe kjo diej hapur në shkrimet e tij në gazetën e njohur të asaj kohe Populli, që botohej në Shkodër. Dhe ai ishte drejtor. Kjo ishte një sjell zemërimin e malazezëve, por sidomos së serbëve, dhe situata e krijuar ishte një rast që duke i bërë bashk Mustafa Qullin dhe Çeçistopullin, të eliminonin njerëz dy shqiptarë që luftonin me penë dhe me pushk. 4 varrime. Eshtrat e Çeçistopullit nuk gjenden prej e kollaj. 4 herë në toka shqiptare ka pranuar trupin e tij të vdekur, si të ishte një reagim. 4 herë është varrosur Çeçistopulli. Varrimi i parë krye nga malazez, pra kur e vran. Dhe ende me gjak të ngrohtë e futën në dhe. Varrimi i dytë në 27 nëntor në Gjirokastër në të vitin 1936 në ceremoni shtetërore. Më 14 shtator 36 në Shkodër ishte kryer zhvarrimi, dhe kjo është shoqëruar me një ceremoni përcjellëse që ka mbetur në histori, sepse kjo është edhe dalja e parë publike e Enver Hoxhës me një fjalim që ai mbajti në balkonin e Bashkisë së Qytetit. Ju lutem regjia dhe njëra të foton kur ishte varrimi. Aty është fotoja e Enver Hoxhës ku shfaqet Enver Hoxha, profesor në liceun. Ja, ai aty është Enver Hoxha. Këtu më bëhet zhvarrimi i eshtrave dhe ky këtu është Enver Hoxha. Dhe me një rrethana të çuditshme, ai mbajti fjalim në balkonin e Bashkisë së Shkodrës. Aty kemi një manipulim të fotografisë, një retushim, balkoni ka qenë i mbushur plot dhe ai mbajti fjalim si gjithë të tjerët, si përfaqësues i Gjirokastrës. Por gjatë regjimit komunist, ata u fshin të gjithë dhe në balkon ishte vetëm Enver Hoxha sikur i fliste djalerisë. Është një manipulim fantastik me anë të fotografisë për Enver Hoxhën. Ja, aty është Enver Hoxha dhe këtu. Domethënë më e zoomuar kë, më afër. Ata të tjerë janë kryetari i Bashkisë së Shkodrës, personalitete të tjera, një oficer gjendarmerie dhe të tjerë do të jetë në mos gaboj kryetari i Bashkisë dhe të tjerë. Këto ishin varrime. Në vitin 1945 u krye varrimi i tretë, këto ishin 2, tani i treti. Duke vendosur eshtrat e Çeçistopullit varrezat dëshmorëve në Gjirokastër. Në vitin 70 eshtrat u vendosën në kodrën e qytetit të Gjirokastër, aty ku ndodhen varret e Bajotopullit, Koto Hoxhit dhe Pandali Sotirit, shoqëruar në atë memorial. Pra, 4 herë është varrosur Çeçistopulli. Domethënë është një histori me të vërtet shumë e rëndë e vrasjes, po një histori gati paqe vërtet edhe zhvarrim, varrim, domethënë 4 herë gati sikur të thoshë shpirti i tij s'ka gjendur preje.